Duke qenë se prekim zakonisht sporte të ndryshme, jemi çdo ditë të javës me emisionin Sportfolio në Radio Dukazini, në radhën e ka shoqata e veteranëve të atletikës së Kosovës. Drejton Aliti, faleminderit shumë që je sonte me ne. Na jemi shumë faleminderit për ftesën, është kënaqësi gjithmonë të jem televizionin, radio televizionin e juve. Veteran për një me, veteran me mosh ma tre. Jo veteran për një me. Se në pobje dhe në duke dhe në gjendje fizike je shumë i ri. Jo veteran për një mes. Në vërtet e kemi kaluar që 16 vite atë veteran. Si funksionon shoqata e veteranëve të atletikës Kosovës dhe cila është realisht gjendja aktuale e shoqatës? Po, momentalisht shoqata funksionon, muna me thonë që funksionon shumë mirë, se kemi një bord mrekullueshëm që punojnë vazhdimisht për me shty këta atlet veteran për para. Gjendjen faktike nuk e kemi të mirë, e them këtë gjendjen materiale nuk e kemi të mirë, se nuk kemi financim thujse PSK-i, përveç komunës Prishtinës që ne në vetë na financon. Mirë po fatkeqësisht këtë vetë për shkak mos miratimit buxhetit as për ty ne s'kemi pas mbështetje financiare, kështu që jemi detyruar gjitha aktivitetet me i bo me mjete vetanake. Do të themi të diskutojmë më gjatsisht për këtë pikë, por fillimisht një nga arsyet është që tash fundin keni marrë edhe një pozitë në Federatën Evropiane të Atletikës. Po duke falenderuar mbështetjes mas pare që kam pas për atletëve veteranë të Kosovës, që ma kam besu mandatin e kryetarit shoqatës, kemi vazhdu punën edhe me Federatën Ballkanike të atletëve veteranë, me Federatën e Evropës, edhe gjithashtu me Federatën e botës. Falë angazhimit tonë që kemi pas prej vitit 2011 me shoqatën e atletëve veteranë, mu ka besu një detyrë, muna me thonë, mjaft e rëndësishme për mu personalisht, mirë po është mirëseardhje në pushtetin e Kosovës, është pozita e sponsor menaxher në Federatën Evropiane e të atletëve veteran, që besoj që është një pozitë kaq avancume dhe realisht në një shtet i vogël ka ideja me ta besu detyrën. Po falë angazhimit tonë dhe falë miqve që kemi kriju në Federatën Evropiane, na ka besu këtë detyrë, e kam po angazhimin tonë të vazhdueshëm, e kam po punën tonë të palodhshme që kemi bo gjithmonë me veteranët e Kosovës, e kam po procese që i kemi shty për para me atlet veteranë të Kosovës e me shoqatën tonë, edhe na ka besu këtë detyrë. Tash tutje, kur ftohet nga Federata Evropiane, çfarë detyre ka drejtoni realisht? Çka kryen me këtë pozitë? Drejtoni tash realisht e ka detyrën e sponsor menaxher, që si detyrë primare është me gjetë sponsorat për garat mëdha evropiane, për garat e mëdha, për sponsorimet vjeçare që janë brenda Federatës Evropiane të atletëve veteran, komunikimin me sponsora, kontratat me sponsora. Ai hap kjo dyrë dhe kompanive kosovare, a mundën me u... Sigurisht që hap dyrë dhe kompanive kosovare, bili me këtë rast kisha shfrytzuar rastin që t'i ftoj kompanitë kosovare, sidomos ato që merren me veshmbathje sportive. Nëse dikush pyet për shembull cili është benefiti mi u bashku me qenë sponsorë e Federatës Evropiane, cila kish me qenë realisht përgjigja? Po benefiti i tyre është që e kanë një derë hapën për me hap tregun e produkteve tyre dhe në tregun evropian. Muna me veçue vetëm me një kampionat evropian ku marrin pjesë, ku ata do të kishin sponsoru firmat e tyre, marrin pjesë mas pakti 5.000 garues. 5.000 garues? Po, 5.000 garues të shoqëruar për afërsisht 4.000 deri në 5.000 persona të tjerë që i kanë në shoqëni. Familjar, fëmijë, shoqëni. Plus kësaj po flasim për vendet kryesore evropiane, besoj. Jo, po flasim Francë, Itali. Po flasim për gjitha vendet evropiane. Mos flasim për vendet e Bashkimit Evropian që ato vinë me kontingjent fuqishëm të garuesve. A keni kontaktuar ende me ndonjë kompani kosovare ose a keni planuar me kontaktu? Jo akoma, sepse javën e kaluar ka marrë detyrën. A pritet një herë zyrtarizimi? Pritet zyrtarizimi edhe për Federatës Evropiane. Fantastike. Po punën do të fillojmë për kësaj jave.
Fantastike. Ty pritet vetëm formalitet me to letra kryesore për konfirmim. Vetëm formaliteti i letër konfirmimit është edhe emaila zyrtare edhe mundëm me fillu punën. Po faktikisht na mundëm për kësaj jave me fillu punën se në faqe zyrtare Federatës së Evropës veç është konfirmimi. Okej. Po zyrtarisht po presim edhe një email. Me Evropë mirë, në Kosovë që kemi? Me në Kosovë jo bash mirë. Aj, me det. Pse? Jo bash mirë. Po të them drejtën ne kemi hasë pengesa prej 2020-ës, kemi hasë ka gjashën pengesa dhe për Federatës Atletike. E qysh ka mundësi? Nuk e di, për interesa personale dikujna, për interes vote. Ajo është bëhe qartë në herë arsyeja pse është refuzu për shembull pjesëmarrja e juaj me qenë pjesë e Federatës Atletikës. Zyrtarisht arsyen që kanë dhënë ata, e kanë dhënë që kemi kosto financiare, po s'ka qenë e vërtetë ajo. Se shpenzime vjetore që kemi krijuar ne veteranët ka qenë më shumë të 5.000 euro në vjet. Që kryesisht për pjesëmarrjet jashtë vendit. Që nuk është një barë e madhe për Federatën Atletike. Mirë po aty ka qenë, unë mendoj që ka qenë punë votash, për interesat ngushta dikujna, qëllim vote, edhe me atë rast që jenë shu 3 shoqata. 3 shoqata? 3 shoqata. Ka qenë shoqata atletëve veteran, shoqata e referve dhe shoqata e trajnerëve. Veteran? Jo, shoqata e trajnerëve. Jo, shoqata e trajnerëve kështu normal? Po, normal. Që për mu ka qenë një gabim katastrofik, sepse gjitha shoqatat kanë qenë një vlerë e shtume për federatë. Kanë qenë një aset e federatës. Po nëse në këtë rast për shembull federata, po më nej, shoqata e veteranëve, në këtë rast nuk ka qenë shoqata, po më herët pjesë e federatës. Nëse ti nuk e ke në ombrellën tënde pjesën e veteranëve, do thotë kjo që ti realisht privohesh nga një pjesë e historisë tënde. Brana të veteranë kemi njerëz jashtëzakonisht suksesshëm. Realisht ata kanë këshirë me shuni pjesë historisë. Kanë këshirë me shuni pjesë historisë, sepse gjithë këta veteranë që e kemi në sot. Na po flasim për ish kampion. Jo, sidomos që këta që e kemi në sot. Jo, është një brez që ka marrë gjallë sportin atletikës. Se gjithë këta veteranë që kemi sot në mosh, në vitet të 90 kanë qenë pikërisht këta gjithë atletë që kanë marrë gjallë federatën. Jo vetëm federatën, për kanë marrë gjallë sportin atletikës. Tash vjen me një moment edhe gjithë këta njerëz që kanë luftu me mishe me shpirt, me majt gjallë atletikën edhe me majt gjallë sportin pas pavarësimit vitet e 90, sot këta tentohet mu hu dhonash, ja, si kemi leu. Edhe në këtë rast ju nuk keni ndalë, e keni bën një hap tjetër dhe e keni kriju shoqatën. Jo, ne si me ndalë, edhe veteranëve. Po, e kemi kriju shoqatën e atletëve veteranë të Kosovës, me 2021 e kemi legalizuar, e kemi thirrë një këshillin i CUS, e kemi majtë kuvendin zgjedhor, edhe ka për 4 vite ka marrë besimin e delegatëve, vitin arshëm i kemi zgjedhjet, prap presmi ta fuqizojmë edhe më shumë shoqatën e atletëve veteranë. Sa ka pas sukses shoqata prej se keni vendos me kriju shoqatën deri tash? Sukseset janë mëdha. Asnjë vit se mi kthy pa 20 deri 27 medale prej kampionateve ballkanike. 20 deri 27 medale, po flasim brenda vitit. Viti më i dobët ka qenë ky vit, kur kemi marrë pjesë në kampionatin ballkanik ka qenë Varazdin në shtator. Se për shkak mos përkrahjes, gjithë atlet kemi shku me mjeteve tanake, kemi qenë 9 gjithsej dhe mi kthy me 6 medale ballkanike. Prej 9-ve 6 kanë arritë sukses. Po, prej 9-ve 6. Ama krejt me shpenzimet juja? Krejt me shpenzimet tona kemi shku. E qysh erdhi puna me shpenzimet juja? Po të vetë me përkrahjet thashtë më herët që kemi për komunës Prishtinës, po këtë vetë s'kemi marrë përkrahjes, për shkak mjetëve bugjetore që si kam pas, edhe u detyruemi shku me mjetët tona vetanake. A është mjaftueshëm buxheti cilin e merrni për me kompletu garat brenda vitit? Po jo, mjaftueshme s'është asnjëherë. Mirë po,
ne edhe ato mjetet që na ndon komuna, shemë vitin e kaluar na I ka dal 4.400 euro për të në vitin, ato mjete I kemi përpjestu me sa garus jemi, sa pjesëmarrës jemi, ato mjete që s'na kanë dalë I kemi shtu për gjepit, se janë mjaftueshme, as ato. Sa është e vështirë me funksionon kësi kushte? Kur dihet vullneti garuzve që e kanë të jashtëzakonshëm vullnetin me marr pjesë në gara, qoftë evropiane, qoftë ballkanike. Po sigurisht se është e vështirë të marr parasysh edhe gjendjen materiale që kanë njerëzit e na. Sakt. Sidomos ke pjesa e veteranëve, sepse ne e kemi një pjesë të konsiderueshme veteranëve që janë mbi moshën 65 vjeçare që në fakt janë pensioner. Edhe me atë pension që e marrin 130 euro, ata atyre as për një garë që dalin. E kam fjallën për kampionate ballkanike, se mos flasim për evropiane botërore, ato mjetet që ai marrin pension me rana një muaj aty vetëm pjesëmarrë participim ju shkojnë me pagu. A keni qenë gjendje me marrë pjesë në kampionate evropiane ose botërore? Po. Kemi marrë pjesë me mjete vetanake, evropiane dhe botërore. A guxojnë me përmend shumën sa janë shpenzu për shembull për një aktivitet, qoftë evropian, qoftë botëror, njënën për tyne? Po asnjëherë unë në aktivitete evropiane ose botërore që kam marrë pjesë nuk kam shpëtuar më pak se 1.000 euro. Gjepit. Kjo ka qenë minimalja, po. Ka shku 2.000, 2.700, 3.000, varësisht për venit ku I majtë. Sa antari ka shoqata, sa atlet veteran janë brenda umbrellës juve? Për momentin I kemi 43 antarë. 43. Shpërndam në rajonet ndryshme të Kosovës. Shpërndam në qytete ndryshme të Kosovës. A ju ka shku ndërmend me kriju federat? Them drejtën na ka shku me po është një angazhim shumë I madh. Duhen goxha mjete materiale për me funksionalizu këtë. Edhe për këtë arsye kemi qenë pak në hezitim, mirë po qysh po ecin gjanat, jemi të obligume po. Sepse njerëzit po lodhen me të dhënë para për xhepit. Po, edhe tjetra s'pëdi si shoqata keni drejt me marrë fondet e ministrisë. Jo, ne jemi të handikepuar me një ligji që ka bo ministria. Po thosë se gjitha shoqatat që dojnë të jenë përfituese, duhet me kanë të regjistruar me një federat, që fatkeqësisht na jemi. Edhe qaj nëna handikepuar me kanë përfitues për ministrisë. A ju ka rame diskutu me një prej ministrisë për me ndryshu të paktën ose me gjetë një zgjidhje për formën e financimit? Them drejtën, kam tentu disa herë, kam shkruaj maila, I kam trokit edhe në zyre për me bënë i termin. S'ka marrë asnjëherë përgjigje pozitive dhe jemi në këtë situatë ku jemi. Kush është veterani më I qartë? Them drejtën, veterani më I qartë është padyshim që është Muhamet Rama. Me po kemi shumë veteran qartë. Kemi na Cili është më I vjetri, a dihet mosha? E kemi na Emel Azezin, e kemi Dr. Skender Gashin, e kemi Mustafa Rustemin, kemi Remzi Shalën, kemi plot të tjerë që më s'ja përmend emrin. Plus këta shumica për tyre vinë për një karrierë edhe si atlet. Shumica për tyre po. Cili është atleti më I vjetër? Më I vjetër e kemi Muhamet Ramën. Sa vjeçar është? 82 vjeçar. 82 vjeçar. Wow. Edhe ato e shohim gjithkund të marr pjesë. Ai është shumë aktiv, merr pjesë në maratona, merr pjesë në kampionate, shumë aktiv. 82 vjeçar? 82 vjeçar dhe kisha thonë që është një frymëzim për gjeneratat e reja. Sa pozitiv është? Është shumë edhe është pozitiv, edhe është I shëndetshëm edhe është fenomenal. Për fatkeq, kampionatin e fundit evropian, që për fatkeq them smujta me marr pjesë, që u majt para 2 javë u majt Madeira Portugalisë. Muhamet Rama I shkëthy mas pakti me 4 medalje evropiane. Po fatkeqësisht s'kemi gjetë për kraje, edhe pse kemi aplikuar ministri në thirrjen publike që u kam për individ. As Muhameti, as unë s'kemi marrë për kraje, po që të bësh. Shpresojmë vitet e ardhshme që do të gjejmë ai për kraje.
Muhamedin së shpejti do ta kemi mysafir këtu dhe është besoj përndryshe Muhamedin e njohin me Novkën si Zambata, kur nuk e di pse i ka mbet kjo Novk. Unë besoj që ka mbet pe një lojtar i futbollit që ka qenë. Se ajo është shumë aktive edhe me futboll e përcjell futbollin jashtëzakonisht shumë. Ai në fakt është garues fenomenal, po për atletik nuk dim me fol kurr. Po e vete diçka për futboll është si Google. Si inteligjenca artificiale. Është e vërtet. Po kemi shumë tirë në të mirë. Ne kemi legjendën e sprintit në Malazezin. Që ka marrë rekordin në Kosovës për 30 ca vjet. 30 vjet kemi doktor Skënder Gashin që dje kryti maratonën në New Yorkut, edhe është në ciklin e 6 maratonave në përbot. Ama i kanë mbet vetëm edhe 2. 4 i ka kry. 4 i ka kry, kanë mbet. Sa është e gjatë maratona në New Yorkut? 42 kilometra. Ka qenë maraton Sydneyt, ka qenë në Berlinit, mos gaboj, New Yorkut i kanë mbet edhe 2. Si me plëcua ciklin e 6 maratonave ma të fëqeshme në botë. E kemi plot të tjerë. Veteran me kilometrat këthymeve që? Jo, janë me kilometra original. Mirë po në kushtet mira. Trujten. Unë të falenderoj shumë për sonte. Ka qenë kënaqësi dhe është gjithmonë kënaqësi me diskutu me juve. Uroj që përmirësohen kushtet pasi kjo pjesë e këtyre njerëzve që kontribuojnë në sport, sidomos në atletik, pjesa e veteranëve meritojnë kushte më të mira, sidomos në Kosovë dhe meritojnë për kraje. Na ju falenderojmë juve, jeni televizioni, radio televizioni vetëm që na këndellon gjithmonë për kraje. E meritoni, besoj. Është gjithmonë kënaqësi me konon këtë studio. Shpresojmë që një ditë do të vim më shumë edhe me rezultate më të mëdha, po besoj edhe me një përkrahje më të madhe institucionale. Na ju presim gjithmonë, dera ka me konë dhe është qelë non stop. Faleminderit shumë që ishte me ne.